A keni menduar ndonjëherë se si u krijua gjithçka që shohim përreth? Si filloi ky univers kaq i madh dhe i bukur? Assalamu alaikum miq të vegjël. Mirë se vini në takimin ton të parë në podcastin ton më të ri. Gjurmë të arta, histori me profetët tanë. Unë jam shumë e lumtur sot sepse po nisem një udhtim të veçantë. Çdo ditë ne do të zbulojmë së bashku gjurmët që kanë lënë njerëzit, më të mirë të njerëzimit, profetët. Për të na treguar këto histori dhe për të na ndriçuar mendjen, do të kemi çdo episod mësuese të ndryshme të ftuara. Sot kam një musafir shumë të veçantë. Ajo është mësuese Elona Muça, e cila për shumë vitesh studion dhe mëson Islamin, profetët dhe historitë e bukura që na afrojnë më shumë me Allahun. Ajo ka ndihmuar shumë fëmijë dhe të rritur, brenda dhe jashtë vendit, të mësojnë gjëra të dobishme rreth fesë së bukur islame. Dhe sot është këtu për të udhëtuar së bashku me ne këto histori të mrekullueshme. Sot, ajo do të na ndihmojë të zbulojmë disa përgjigje interesante. Mësuese Elona, Allahu ta shpërbleft që ju përgjigje ftesës son dhe që po nisim këtë rrugtim së bashku. Allahu ju shpërbleft me të mira për këtë ftesë nderi në këtë podcast kaq të bukur, ashtu siç janë edhe vetë fëmijët. Dhe ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Esselamu alaikum. Është kënaqësi e madhe të jem sot këtu me ju Esma. Dikur, unë mësuese e mamit tuaj dhe sot qëndroj përpara jush si e ftuar në podcastin që ju e drejtoni. Uri me zemër dhe shpresoj që së bashku të mësojmë gjëra që jo vetëm na mbushin mendjen dhe me dije, por edhe zemrën me dashuri për Allahun. Mësuese, kam menduar shumë për diçka dhe kisha shumë qejf të pyesja. Ne shohim lulet, malet dhe hyjet kudo. Po kush e krijoi universin dhe si? Sa pyetje e bukur. Dua t'ju pyes edhe unë diçka. Nëse do të gjenit një telefon në mes të pyllit, a do të mendonit, ky u krijua vet? Sigurisht që jo. Me njëherë do të thoshit, dikush e ka bërë. Gjithashtu, a keni parë ndonjëherë një vizatim shumë të bukur? Apo një kështjell prej kubeve të Legos? Kur e shohim, me njëherë mendojmë, dikush e ka ndërtuar këtë. Sepse gjërat që kanë rregull, bukuri dhe qëllim na tregojnë se kanë një krijues. Shikoni sa i mrekullueshëm është universi ynë. Shikoni yjet që ndriçojnë natën si miliona llampa të vogla. Shikoni malet e larta, detet e mëdha, zoj që fluturojnë dhe zemrën tuaj që rreh pa pushim. A mendoni se e gjithë kjo bukuri ka ardhur rastësisht? Jo. Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Dhe, a e dini çfarë është më e mahnitshme? Kur ne duam të ndërtojmë diçka, na duhen mjete, kohë dhe ndihmë, ndërsa Allahut nuk i duhet asgjë nga këto. Kur ai dëshiron diçka të bëhet, ai thot bëhu dhe ajo bëhet. Subhanallah, sa mahnitshme! Pra Allahut nuk i duhet asgjë për të krijuar? Po, vërtet ashtu është. Sa herë që shihni qiellin plot yje, kujtoni, subhanallah, këtë e krijoi Allah. Dhe sa herë zgjoheni nga gjumi, hapni sytë dhe lëvizni duart e këmbët. Mos harroni ta falenderoni Allahun që na ka dhuruar jetën, shëndetin dhe një trup që punon në mënyrë kaq të mrekullueshme. Mësuese, kam edhe një pyetje që e mendoj shpesh.
Kur shoh sa e bukur është bota, kush është Allahu? A mund të na tregosh si ta njohim atë? Allahu është krijuesi ynë. Allahu është ai që na dha syt për të parë, veshët për të dëgjuar dhe zemrën për të dashur. Po ndoshta dikush po mendon si ta njoh Allahun nëse nuk e shoh. Le të mendojmë pak. A e shohim ne erën? Jo. Po kur lëviz flokët tona ose gjethet e pemëve, ne e dim që era ekziston. Po ajrin që thithim çdo ditë, a e shohim? Jo. Po kur marrim frymë e dim që ekziston. Dhe mendoni pak. Kur luani me top dhe rrëzoheni, a e shihni vetë dhimbjen? Natyrisht që jo. Por ju e ndjeni dhimbjen, atë dhe e dini që ekziston. Po ashtu, ne e njohim Allahun përmes shenjave të tij. Kur bie shi pas ditëve të nxehta, kur një lule çel, kur një foshnjë buzëqesh, ose kur shikoni qiellin e mbushur me yje. Këto janë si mesazhe të bukura që na tregojnë madhështinë e Allahut. Ua, sa bukur! Nuk e kisha menduar kur kështu. Sa më shumë e kujtojmë Allahun, falemi dhe bëjmë vepra të mira, aq më shumë zemra jonë mbushet me dritë dhe fillon ta ndjej Allahun më afër. Mësuese, po kur nuk kishte as gjë fare, as dritë, as tokë, çfarë krijua e para? Cila ishte gjëja që u shfaq në botë përpara të gjithave? Kjo është një pyetje shumë interesante. Profeti Muhammed a.s. na ka treguar se krijesa e parë ishte pena. Pastaj Allahu i tha penës shkruaj dhe ajo filloi të shkruante. Por vallë, çfarë shkroi ajo? Pena shkroi gjithçka që do të ndodhte, sepse Allahu e di çdo gjë. Imagjinoni një bibliotekë aq të madhe sa nuk ka fund. E tani, imagjinoni një libër më të madh se të gjitha bibliotekat e botës së bashku. Por Allahu nuk ka nevojë për libra për të ditur gjërat, sepse dituria e tij është e pafund. Ai e di sa pika shiu bien. Ai e di sa gjethe bien nga pemët dhe madje edhe mendimet që kemi në zemrat tona. Sa e mrekullueshme! Allahu di çdo gjë. Mësuese, kam edhe një kurreshtje tjetër. Po ne, njerëzit, pse jemi këtu? Pse na krijoi Allahu? A kemi ndonjë detyrë të rëndësishme për të bërë në këtë botë? A keni marrë ndonjëherë një dhuratë dhe keni pyetur për çfarë përdoret kjo? Asgjë nuk krijohet pa qëllim. Një laps është për të shkruar. Një makinë është për të udhëtuar. Vallë, po ne? Allahu na krijoi rastësisht? Jo, Allahu nuk na krijoi rastësisht. Ai na krijoi që ta adhurojmë atë, ta duam dhe të bëjmë vepra të mira. Po çfarë do të thotë kjo për ju? Do të thotë që çdo punë dhe çdo vepër që bëjmë, ta bëjmë duke shpresuar kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut. Do të thotë të dimë se Allahu është gjithmonë pranë nesh, na sheh dhe kujdeset për ne. Do të thotë të ndihmosh mamin kur lodhet, të mos tallesh me një shok apo me një shoqe, të thuash të vërtetën edhe kur është e vështirë. Çdo vepër e mirë është si një dritë e vogël. Dhe imagjinoni, nëse secili prej nesh ndez një dritë, sa e ndritshme do të bëhej bota.
sa ide e bukur. Sikur se cili të ndiste një dritë mirësie. Po, dhe drita e mirësisë fillon nga gjërat më të vogla. Ndonjëherë, një fjalë e mirë mund ta ndriçojë zemrën e dikujt më shumë se sa e imagjinojmë, dhe e gjithë bota do të dukej më e ngrohtë, më e bukur dhe më e mbushur me dashuri. Dhe mësuese, kam shumë dëshirë ta di. Kush ishte njeriu i parë fare që eci mbi tokë? Si e quajnë atë dhe si u krijua? Njeriu i parë ishte profeti Adem a.s. Allahu e krijoi atë nga dheu, i vendosi shpirtin dhe i dha jetë. Por, a i dini çfarë e bëri shumë të veçantë Ademit? Allahu i mësoi atij emrat e gjërave dhe i dha dije, dituri. Kjo na tregon diçka shumë të bukur. Në Islam, të mësuarit, dituria është një thesar i madh. Wow! Kjo do të thotë që edhe ne kur mësojmë po bëjmë diçka shumë të vlefshme. Po, shumë e saktë. Sa herë që ngrini dorën për të pyetur, apo lexoni një faqe libri, apo mësoni diçka të mirë, është sikur po rëndezni një dritë të re në zemrën dhe mendjen tuaj, dhe po ndiqni një rrugë të bukur që filloi që nga koha e Ademit a.s. Dhe prej Ademit dhe Havas filloi e gjithë familja njerëzore. Pra, në një mënyrë shumë të bukur, të gjithë njerëzit në tokë janë si një familje e madhe. E këtë familje duhet çdo njeri prej nesh të kujdeset në mënyrën më të mirë, pasi Allahu e do atë njeri që përçon mirësi tek të tjerë. Sa udhëtim i bukur ishte sot në këtë episod. Faleminderit shumë mësuese Elona për këtë përgjigje kaq të bukur dhe të vlefshme. Faleminderit shumë për këtë takim të bukur. Miq të vegjël, sa herë të shikoni një yll, një lule apo një buzëqeshje të bukur, kujtoni se çdo gjë është një shenjë e mirësisë së Allahut. Mos harroni, çdo pyetje që lind në mendjen tuaj mund të jetë fillimi i një rruge drejt dijes. Dhe në mbyllje, dua të shpreh përshëndetjet dhe mirënjohjen time për të gjithë organizatorët e këtij podcasti kaq të bukur, për të gjithë dashamirësit e tij dhe veçanërisht për voglushët e mia të dashura, yjet e xhamisë së Lagentalit në Zvicër. Allahu ju ruajt dhe ju bëft prej fëmijëve që e duan dijen dhe të mirë. Shpresojmë që ju pëlqeu episodi ynë i parë. Mos harroni, jeni të mirë, buzëqeshni dhe mësoni çdo ditë diçka të re. Deri në episodin tjetër të Gjuhën të Arta, histori me profetët tanë. Assalamu alaikum.